Për të pestën herë me radhë në Prizren, Federata Kinologjike e Kosovës ka organizuar revistën e qenve Shari Winner, pjesët e cilit janë ngarues nga shumë shtete të botës. Claudia Coelho nga Portugalia dhe Anette Christo nga Holanda ishin shumë të lumtura që po merrnin pjesë në këtë ngjarje të rrallë ndërkombëtare që po mbajnë në Prizren me kafshët e tyre të dashura. To come all the time. Sot po marr pjesë në këtë garë të mrekullueshme me qenin tim Popin dhe jam shumë e lumtur me pjesëmarrjen, pasi deri më tani kam qenë fituese e shumë revistave të ndryshme ndërkombëtare. Është kënaqësi që jam sot në Prizren në këtë vend të bukur, pasi para disa vitësh nuk kisha mundësi të vija, ndërsa tani me një vendim të minutave të fundit, ja dola që të vi dhe një gjë të tillë do ta bëj edhe në të ardhmen. Very happy to be here. Është një shfaqje shumë e bukur, gjithçka po shkon në rregull, në një ambient të jetë miqësor, po kalojmë për mrekulli dhe gjithashtu do të vi të marr pjesë edhe viteve në vijim. E kryetari i Federatës Kinologjike të Kosovës, Saud Kajtazi, foli për rëndësinë që ka kjo garë për vendin tonë, e cila do të mbahet ditën e nesërme, ndërsa tha se interesimi i bashkëvendasve tonë për kultivim të llojeve të ndryshme të qenve lën shumë për të dëshiruar. Kjo ngjarje e cila organizohet do të thotë ka karakter ndërkombëtar. Këtu janë përfaqësues pothuajse nga gjitha shtetet e Evropës, kemi nga Finlanda, Gjermania, Polonia, Greqia, vendet e rajonit këtu. Mos i përmendit gjitha më radhë, si pothuajse çka do të thotë se kjo është me gjithë mend është ka karakter ndërkombëtar, manifestimi ka karakter ndërkombëtar. Po bindem edhe na, po sa po është interesimi i bashkëvendasve tonë për këtë lloj? Fatkeqësisht jo shumë i madh. Kinologjia është diçka e re te ne, jo që s'kemi pas qenë se këtu ka pas dhënë çdo herë, bile ka pas qenë shumë të mirë dhe ka pas kultivues shumë të mirë, po kultura kinologjike është pak më me të them ashtu pak më ulët, po pa në një farë mënyre, po megjithëse ne kemi racat tona autoktone, do thotë kemi deltarin e lirë, të standardizuar nga Federata Kinologjike e Kosovës, pastaj qenë bani shqiptar, sfundi kemi standardizuar edhe një racë në ndjekësve zagorëve, si quajnë popull ndjekësi Dardan, kështu do thotë ka numër të mirë. Kësaj radhe nuk kemi organizuar manifestim kinologjik special për raca autoktone. Radhën tjetër manifestimi i cili do të mbahet në Pej në maj, aty do të organizojmë edhe manifestim kinologjik i cili quhet special, ku do të prezantohen gjitha racat tona autoktone. I vetmi pjesëmarrës me deltarin i lirë të Sharrit me emrin Bucko ishte Jetmir Thaçi nga Lëndovica, i cili tregoi për karakteristikat e qenit dhe mirëmbajtjen e tij. 24 muaj. Po, duket që është i racës të Sharrit. Po, deltarit i lirë. Si ushqehet, si e ruan? Me traditat tona çka kemi mundësi mi rujt. Me traditat tona ka pak. Me mish, pedigre, tomël, çto ka pak. A është vështirë për ta mbajtur? Jo, për një marakli kur e ki Marokit nuk ka vështirë. E mosh një 2-3 kit Marokit këlet është. Për neve mba let. Si të duk pjesëmarrja në këtë ngjarje? Mirë shumë, këta gjithmonë e bojnë atë korreksinë e vetë, e japin përparësinë atij të mirit edhe i mirë gjithmonë është i mirë. Përveç këtij, a keni ndonjë? Po i kam raca të tjera në shtëpi kam. Ky është tek i kam në shtëpi. Po. Sa që? Kam 6 për momentin. Kjo ngjarje kishte zgjuar këshërinë e shumë qytetarëve në ambientet e bukura të parkut të qytetit në Prizren, për të parë lloje të ndryshme të qenve dhe se si përkujdesen pronarët për ata.